Qartë. Dhe shefci, është e udhës kur përmendim faktin se ka gjasa apo mund të ketë tentativa për destabilizim të situatës në veri të Kosovës, kur kemi folur aq shumë për asociacionin e komunave me shumicë serbe, kemi folur për një lloj marrëveshje të qëndrueshme, kemi folur për rrugën europiane të dy vendeve të Serbisë, por edhe të Kosovës, dhe kemi patur një situatë të qetë ku gjithë vëmendja do të theksuar se ka qenë tek proceset zgjedhore. Për te politikës, Ivo Lepenci ka qenë një arterje e rëndësishme, një patate e nxehta, po një element kyç i qetësisë dhe normalitetit të Kosovë. Fakti që mund të kemi një rikthim të situatës, një vëmendje të shtuar nga ana e Serbisë, a janë indicie kryesore dhe të qëndrueshme për të marrë frenat në dorë për çështjen e sigurisë? Po, në pyetjen paraprake, unë përgjigja për sigurinë publike, që automatikisht qytetari e din që është siguria e brendshme. Në atë aspekt nuk ka shans, as teorike dhe as praktike të tensionohet situata. Shtohet pyetja pse, kush do ta tentonte të destabilizonte situatën e brendshme kur ata që e kanë destabilizuar nuk gjenden më në Republikën e Kosovës. Ata normalisht që cilën në Serbi atje dhe mbrojnë në atë establishment. Dhe kjo automatikisht tash kalon në sigurinë e jashtme. Po, normalisht se ne po përballemi me luftën e egër hibride të dirigjuar nga establishment me ato 2 ose 3 organizata që janë shpallura terroriste. Dhe normalisht që për sa janë ata të lirë, tentohet kjo lufta e egër hibride me propagandë, me dezinformat, me sabotar, por edhe me kërcënimet ndryshme boshe për lumej, mirë po kjo është ajo lufta hibride, kjo është ajo çështja destruktive, kur çdo gjë që është pozitive në Republikën e Kosovës tentohet që të shndrohet negative, se këtu po minoritetet tjera po persekutohen. Po kjo ndjes mirë, po këtu janë gjithë bashkia ndërkombëtare, nuk ke asnjë incident etnik vetëm me statistika oficiale. Andaj kjo është vazhdim e propagandës, vazhdim e destruktivitetit dhe normalisht të ndëruar Alba që në aspektin e sigurisë jashtme të gjithmonë duhet të qëndrosh vigjilent, duke pas parasysh edhe çastjen dhe retorikat e tyre të çdoditshme që janë ose kërcënojnë në mënyrë për mata lumit ibër, tash s'fundmi kërcënojnë për ndonjë lumë që ndroi rrjedhën e saj natyrale, ku e drejta ndërkombëtare strikt e paraqet dhe ndalon, nuk mund të ndalohet e drejta e një lumi natyral që përshkon shumë shtete. Çka do të kishte ndodhur me shtete tjera, shembull, ku gjithë secili shtet do ta ndalonte rrjedhën e një lumi. Drejta ndërkombëtare i ka realizuar këtë në mënyrë perfide. Andaj ai fundi i tij do të jetë se po, i kem sipas mendimit tim gjithmonë, sepse është pamundur nëse ti tenton të shkosh Bashkimin Evropian, gjë që po synojmë që të gjithë. Atëherë, kujt i kontribon kjo t'ja ndrosh rrjedhën e lumit kur uji është shteti dhe është aset i sigurisë kombëtare, jo vetëm për shtetin ton, po pa marrë parasysh se ka kalon ai lum. Kjo është ajo retorike atyre që do të mbaroj me propagandë, sepse dihet bëhen zgjedhje atje, ka protestat ndryshme të brendshme, i përmendim sa herë për një shtet krejt tjetër, sepse ne jemi shtet i pavarur se pra. Mirë po afektohen politika e sigurisë, po afektohet edhe siguria jonë, dhe për atë arsye ne i shpalosim ato të vërtetat, gjithmonë duke tentuar që propagandës tyre t'i dalim me vërtetën, sepse siguria e ka mundur tash e sa vite me pasigurinë ato pjesë më të lojë.